Në lajme ndër të tjera do të ndiqni një pensionist 68 vjeçar nga Ballabani përmendet për të ndëruar ilaçet e bashkëshortes prej një muaji e gjysmë ish dashur të kalojë një telenovel të vërtet vuajtjesh. Tregtia e jashtme gjatë muajit korrik ka pësuar një rënje të ndjeshme, gjithçka bëhet e ditur nga Instat. Zona e Lunxhërisë, një zonë e pasur me shumë resurse, po bën përpjekje për aktivizimin e turizmit malor. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Përshëndetje të nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, ky është edicioni informativ. Një pensionist 68 vjeçar nga Ballabani përmendet për të ndëruar ilaçet e bashkëshortes së tij ish dashur për një muaj e gjysmë të përballet me një telenovel të vërtet vuajtjesh. Mjekja e familjes shkon në punë kur është e arsyeshme. Të jetosh në një vend si Shqipëria është një aventurë më vete. Safet Çomollari, 68 vjeç nga Ballabani përmendet për një muaj po ndjek një telenovel të vërtet torture për të vizituar bashkëshorten e cila vuan nga zemra e për t'i ndëruar ilaçet. Problemi i tij qëndron tek mjekja e familjes e cila shkon në punë kur është e arsyeshme. Të vizitohesh në Spitali Rajonal Merençani të duhet patjetër rekomandimi i mjekut të familjes. Për një muaj niset prej Ballabanit në Gjirokastër, por ende nuk ka mbaruar punë. Ersi Rjedhoi është detyruar të marrë ilaçet me lek, derisa telenovela e tij e vuajtjeve të gjejë një zgjidhje. Alternativa e fundit mbeti televizioni. Nga vjen dhe cili është problemi juaj? Unë vi nga Përmeti, nga zona e Ballabanit, edhe jam pensionist. Jam i smur unë nga zemra dhe gruaja me azëm. Gruaja ka 40 vjetë. Vizitat i kam bërë këtu e 40 vjetë i kam bërë këtu në Gjirokastër të Teuta. Edhe me këto ilaçe të vazhdosh, thot ajo. Tani doktoresh ka ardhur një doktoresh atje në zonën tonë, doktoresh familjare që është asaj zone. Ajo në thot që i këthot vizitohë se në ndryshojnë ilaçet. I ke vizitohë atje, e të thotë se çfarë ilaçe. Duhet i piq as duhet i piq për gruan, se veta për gruan. Tani e kam sjell gruan këtu. Mirë po këto ditë kanë qenë në pushime. Kam një muaj e ca që do vjen me ilaçe, është pa ilaçe. U detyrova dhe i bleva me para ilaçet. Ajo edhe dijes ishte, e doktoreshat, merre një rekomandim. Edhe nëse do vesh ti marrësh ilaçet, ajo thotë që s'ka mbushur do 2 ditë. Kur vjen puna vjen edhe shtuna, edhe diela, kalojnë 4 ditë apo 5 ditë. Thotë tani u mbushën ato se është shkelje ligji thotë. Tani këto që kalojnë këto ditë, ku të vendi gjejmë ilaçet? Vemi i blejmë nga pak tek ata, drejmë vdall, ikim blejmë me lek. Kjo është në zonën tonë, as vjen, as ashtu se që është e vemi i themi. Pra është mjekja e familjes për atë zonë. Ndërkohë që ju që të vini në Gjirokastër duhet një rekomandim nga anë e saj para se të paraqiteni në spitalin e Gjirokastrës. Këtë nuk e bëni dot apo jo, se nuk e gjeni? Po ne nuk e gjeni, se vim këtu tani, këtu nuk ka doktora, vim ikim. Tani këto ilaçe ne na ngelen pasaj me vonesë. Detyrohemi i marrim me lek atje. Kam një muaj e ca unë sot herë dhe mora rekomandimi, pa jo nuk gjendet e vetë ati. Për të vizituar, ne nuk kemi një lloj sëmundje, ne kemi 3-4 gruaja, 3-4 unë. Sa vjen në çdo muaj që marrim ilaçe, i kemi tek ai doktor të vizitorë, se atje ajo s'viziton asgjë, nuk di asgjë. Vetëm e kanë sjell sa për forum. Kjo, edhe jo se ashtu, pa e zonë është si zonë e vdekur atje. Gjithë populli ka ngelur shkret. Që do sa për të vënë për ashuate, i kanë kohë duash sot. Po ku të vetë thuam ti një, kush e ka fajnë, ti e ke fajna, në një tjetër që të ashtua. Jo, tha, i ke anë kohë ku të duash ti. Po ka në përmet, as të zidhin fare, se ku të veç. Sa valor jeni në zonën tuaj? Po zonë si që ka qenë komuna, e gjithë si komunë, zona jo në Ballabanit. Që duhet shkojnë të kjo mjekë e Po, edhe po të verifikohet, le të verifikohet. Të shikohet me një gazetar të vijë atje, të shikoj. E të shikohet pensionistat të tjerë, të tërë të smurë. Sa ke shpenzuar duke ardhur nga Ballabani në Gjirokastër? Unë vetëm rruga që vi, falera ajo zonë që i kin kemp, në një orë, deri tani kam ashtu 10.000 lekë të reja, kështu të vjetra. 10, e 10 tutje, 20. Pra, 20.000 lekë të vjetra për një udhtim që bë. Më thej që ke një muaj që vjen resht. Po, kam ardhur këtu disa herë. Pastaj marr në telefon s'është e shtyj ditët, po ilaçet si marr të vetë i marr me lekë. Tani me zgjeta atë variantin. Herda këtu tani të marrin rekomandim, t'ja shpje, të ta gjeja, të ta gjeja të, kur vjen as vjen të henën. Po si ajo
nuk të japin ato tjerat, se po zvullosi ajo vullën që t'i verë, qarë kanë ato regullat e tyre. Nuk të njihet në spital? Sa vajti që është kjo mjek e familjes në zonë tuaj? Po vetë, avash një vit e ca e re, se ishim qatë të tjera. Po ishim në shërbeni, apo në kush në shërbej tani? Ati më mirisht të dim, se unë vajta njëherë në këllëcyrë të hiqa, ndosje fare. Edhe i bera ashtu, po më vjena, ku vemi të bredhin do të ne? Edhe i vajta ashtu prapë. Ku të vemi? Doktora në përmet, s'ka. Aty, së bëjnë në këllëcyrë. Tani herë të Gjirokasë. Po në Gjirokasën edhe, për shdo lojë së mundje të vinë të bredhin, nëse t'ikim. Kam një rrugë lartë tani që t'iki në përvapët, që të vete në fshatë. Me kem poshtë, në kem lartë, pa le rruga shkreta e do. Si e emri mjekja e familjes? Për këtë nuk e majmend mjekën, por në zonën e Ballabanit. Po të vi një gazetarë, dashu atje, të tërë janë të shqetësuar ai popull atje. Të shqetësuar, do me thënë, zero fare shkret, nuk e di se ku do verë kjo punë. Ne jemi alergjinjë, la, zbredhim do të. Ja, unë me tension, edhe dije vajt atje, rris, cerdi. Pushim gjithmonë, merë lej, nuk ka hallet ajo. Hallet a lëdiziti, po jo në diziti me mindis neve që merë rogën e rrije dhe në dridhemi vërdalë. Zoti Çomollari vetëm të niset nga fshati i tij Komarak për të shkuar në qendër i duhet të ecë 45 minuta me këmbë. Për të ardhur në Gjirokastër i duan edhe 2 orë e gjysmë. Shëndetësorët e Ballabanit operojnë 1 mjek dhe 4 infermierë, ndërkohë që përfshihen në administrimin e saj të rësisht ish komuna Ballaban me fshatrat Bupsi Parë dhe Bupsi 2, Komarak, Beqeraj, Toshkës, Kalc, Pavar, Mezhaj, Psar, Ball, Ballaban, Vinokash, me rreth 1500 banor, të cilët përballen me të njëjtën torturë. Do të flasim për ekonomi. Tregtia jashtme gjatë muajit korrik 2016 ka pësuar një rënje të ndjeshme, gjithçka bëhet me dije në raportin më të fundit të Instat. Në raportin më të fundit të Instat thuhet se në muajin korrik 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 miliard lek, duke ulur me 0.6% në krahasim me korrikun e 2015-s dhe me 0.9% në krahasim me qershorin e këtij viti. Importet e mallrave në muajin korrik 2016 arritën vlerën 50 miliard lek dhe ulën me 5.0% në krahasim me korrikun e 2015-s dhe me 4.3% në krahasim me qershorin e 2016-s. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 miliard lek, duke ulur me 8.3% krahasuar me korrikun e 2015-s dhe me 6.9% në krahasim me qershorin 2016. Rënja vjetore e eksporteve prej 0.6% këtë muaj është ndikuar kryesisht nga grupet minerale, lëndjekse, energji elektrike me -5.8%, materiale ndërtimi dhe metale -0.9%. Prodhime druri dhe letra -0.6%. Një ndryshim vektor i eksporteve ka ndikuar pozitivisht grupet tekstile dhe këpucë me +6.1%. Makineritë, pajisje dhe pjesë këmbimi kanë kontribuar me +0.5%. Produkte kimike dhe plastike me +0.2%, ndërsa rënja vjetore e importeve me 5.0%. Këtë muaj është ndikuar dhe kryesisht në grupet materiale ndërtimi dhe metale me -4.8%, minerale, lëndjekse, energji elektrike me -2.9%, lëkurë dhe artikull prej tyre me -0.03%. Në ndryshim vjetor të importeve ka ndikuar pozitivisht grupi tekstile dhe këpucë me +1.0%, makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi me 0.9%, ushqim, pije, duhan me +0.7%. Flasim për kulturë. Zona e Lunxherisë në Gjirokastër e pashtur me mjaft tresuese po bën përpjekje për të aktivizuar turizmin malor dhe duket se po ja del më smiri. Fshatrat malor të zonës së Gjirokastër po kthehen për ere më shumë në destinacione turistike. Vizitorët turistë shumë vizitojnë këdo fshat për bukuritë natyrore dhe vlerat tradicionale të kulinarisë së tyre. Pika arkeologjike e Antigones është ndalesa kryesore pothuajse çdo turisti që viziton Gjirokastrën, ndërsa fshatrat e Lunxherisë kanë nisur të zhvillojnë turizmin malor, duke vënë në përdorim të vizitorëve pasuritë natyrore të zonës. 20 turistë italian kanë qenë vizitorët e familjes së Leoni dhe Premti në fshatin Tarnoshish, që ka çelur dyert e banesës së tij për të mërpritur mysafir sipas traditës shqiptare. Gatimet vendasi, ku kryesojnë bulmeti, mjalti luleve dhe gatimet me saç, i joshin sa tepër turistët e huaj. No, direi che l'ho trovata più viva di quello che pensavo.
ad esempio lungo il mare, no? A Durazzo. Është era e parë që vi në Shqipëri dhe më ka pëlqyer. E kam gjetur Shqipërinë më të gjallë nga sa mendoja. Për shembull në Durrës, përgjatë bregut të detit, sheh një numër të madh njerëzish, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje. Ka qenë lëvizja e madhe e njerëzve herët në mëngjes. Zakonisht në orën 6:30 të mëngjesit, njerëzit vinë të flenë, ndërsa në Durrës, përgjatë bregut që është i ngjashëm pak a shumë si Rimini, në këtë orë sheh njerëz të shumë që shëtisin. Ushqimi në veçantë është i mirë dhe i shëndetshëm. Mua më pëlqejnë dhe fiqt dhe këtu gjen fiqt të mrekullueshëm. Ka qenë një eksperiencë e veçantë dhe për më tepër nuk mendoja se do të ishin këto mbetjet antike romake shumë të rëndësishme në këtë zonë. Per mua kjo ka qenë vërtet surprizë. È stata una buona esperienza. Non pensavo ci fossero questi residui romani, questi resti romani così importanti. Ecco, per me è stata un po' una sorpresa. Per cui è stato positivo finora, però solo 3 o 4 giorni che ci siamo. Io mi chiamo Lorenza, vengo dall'Italia e da 5-6 anni vengo in Albania perché sono un'archeologa e mi interessa tantissimo il vostro passato che è molto bello, il vostro mare, tutto e anche il vostro cibo. Vi nga Italia dhe më pëlqen shumë Shqipëria. Jam arkeologe dhe njoh historinë e vendit tuaj, por dua të eksploroj dhe ta njoh më mirë atë në terren. Në 6 vite e kam vizituar shpesh këtë vend, që ka natyrë e fshatra të bukur dhe ushqim të mrekullueshëm. Në mënyrë të veçantë do të veçoja byrekun, që unë e adhuroj. Madje kam mësuar të bëj byrek tradicional, atë që pishet në saç. Do të më pëlqente që të krijoja një traditë të tillë në Itali, ku ky objekt është i panjohur. Faleminderit Shqipërisë që po më mëson kaq shumë gjëra. Si può dire in ferro, che crea una specie di forno portatile e mi sarebbe piaciuto tantissimo crearmi un sac in Italia per riproporre questa cosa. E quindi niente, grazie all'Albania che mi sta insegnando tante cose. Kërkesa e turistëve të huaj për të provuar gatime tradicionale ka bërë që banorët e Lunxhërisë të shohin turizmin malor si një nga mënyrat më të cilat mund të bëjnë biznes në produktet e tyre origjinale. Këtu e pasaj na vinë turistë, i mirë presim, e mundohemi ti kënaqim ata me ato që ka vendi, provojmë vetë, për shembull edhe ne gatimet tona që bëjmë me bireqe, me mbetulla, me mjaltin ton, me salcosi, me djathë, me domatena të baçes që bëjmë, sallatra që të duan, edhe kështu që jatëm i pritur gjithmonë kur të vinë. Zhvillimi i turizmit malor po shihet si një perspektivë zhvillimi për këtë fshat prodhuese të braktisur. Tranëshishta numëron sot vetëm 70 banor, por duket se kërkesat e turistëve dhe nevoja për rritjen e standardeve të mikpritjes dhe plotësimit të kushteve për kërkesat turistëve po i shtyn banorët të këtyre zonave të rikonstruktojnë banesat e tyre. Është momenti të njihemi informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Mario Rajoy mohua mandati i dytë si kryeminist i Spanjës. Kreu ekzekutivi spanjoll humbi përpjekjen parlamentare për të marrë sërish në dorë frerët e qeverisë. Dështimi i tij përsigurua vazhdimsinë e pozicionit deri tani me thellon akoma më shumë krizë politike që ka përfshirë vendin pas 2 zgjedhjeve të përgjithshme, nga të cilat nuk është arritur të dilet në një fitues të qartë, ndërsa përpjekjet e krijimit të një koalicioni ka qenë të pasuksesshme. Rajoy, lideri i Partisë Konservatore të Popullit, mori mbështetjen e 170 përfaqësuesve në Asamblenë e 350 vendeve, që do të thotë më pak se gjysma, pasi nuk arrit siguronte për krahjen e opozitës. Gjasat që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të treta parlamentare brenda vitit janë të mëdha, por marrja mandatit të dytë të kreut të qeverisë i nevojitet të paktën 176 vota. Socialistët, Aleanca kundër masave antikrizë, Unidos Podemos të partitë e rajonit bask dhe Katalonjës votuan kundër. Shpresat nuk janë fashitur krejtësisht, pasi të premten do të mbahet një votim ku lipset vetëm një shumicë e thjeshtë Rajoy mund të vazhdojë të mbetet kryeministër, vetëm se në atë rast duhet një apo më shumë parti të tjera të abstenojnë. 61 vjeçari erdhi në pushtet në vitin 2011 dhe vishet me meritën e nxjerrjes së ekonomisë spanjolle nga recesioni fal masave të reptave antikrizë. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Emigracion ka bërë të ditur gjatë kësaj tajinde se Turqia ka bërë progres sa i përket marrëveshjes për të siguruar lëvizjen e lirë të shtetate turqe në hapësirën e zonës Schengen. Megjithatë, Ankara ka ende disa kritere për të përmbushur përpara implementimit të saj. Duke folur në një konferencë përshtyp nga Ankara, Komisioneri Evropian Dimitris Avramopoulos tha se BE-ja është e gatshme të ndihmojë Turqinë në përmbushjen e detajeve të fundit të kësaj marrëveshje, që do të mësonte shumë shpejt lëvizjen e lirë qytetarëve të saj në vend të BE-s, por pa përcaktuar një afat kohor të qartë. Ankara dhe Brukseli arritën një marrëveshje më herët gjatë këtij viti, sipas të cilës Turqia
do të kontrollonte fluksin e migrantëve refugjatë sirianë në Europë, në këmbim të cilët do t'i ofrojë lëvizje e lirë në BE për qytetarët e saj. Nga ana tjetër, ministri turk për çështjet europiane Ömer Çelik tha se të njëjtën në një konferencë u shpreh se Turqia nuk do të aplikojë marrëveshjen e riparimit me BE-n, e cila nënkupton ndaljen e fluksit e migrantëve ilegal drejt Europës, nëse nuk do të siguronte atë që i kishte premtuar nga BE-ja, lëvizjen e lirë të qytetarëve turq në Schengen. Çelik tha gjithashtu se Turqia është angazhuar në respektim në marrëveshjes së marsit në Bruksel në lidhje me migracionin dhe sepse po përmbushen të gjitha përgjegjësitë e saj. Rezidentët e një komuniteti të vogël në brigjet lindore të ishut verior të Zelandës së Re u kanë kërkuar të evakuohen pas internet të fuqishëm që tronditi vendin në epicentrin e pati në det. Autoritetet mbrojtjes civile u kërkuan banorëve në zonën e Gjirit Tologa të largohen nga shtëpitë e tyre pas tronditjes 7.1 ball të shkallës Richter, lëkundje prej 169 km në jug të Gisbornit. Edhe njerëz në disa zona të tjera bregdetar njoftuan dhe paralajmëruar të gjendeshin në vende sa më të larta. Kjo sepse tërmeti shkaktoi një tsunam për shkak të tij dhe ky fund ka qenë aq i rënd sa për t'i friksuar, mbërditur një punonjës i emergjencave për radion New Zealand. Qendra paralajmërimi për tsunamin paqësor e ndodhur në Hawaii publikoi një status në Twitter ku thoshte se vetëm një dallë prej 21 centimetrash ishte shënuar. Tërmeti tronditi vendin rreth orës 4:37 minuta me orën lokale apo 18:37 me orën tonë dhe kishte thellësi 19.1 milje në det, bën të ditur monitorues amerikan. Banor për rreth ishullit verior thanë se i kishin ndier tronditjet, por ende nuk ka raportime për dëme serioze. Në vitin 2011 qyteti i Kristkursit në jugun u shkatërrua nga internet 6.3 ball ndërsa mbeten të vdekur 185 persona. Çdo vit më shumë se 15.000 tërmete regjistrohen në Zelandën e Re, por vetëm 150 prej tyre janë të shkallës së konsiderueshme për të ndier, e pse jo dhe për të friksuar. Të veshur me të bardha duke thirrur kjo qeveri do të bjerë qindra mira mbështetës të opozitës mëson kryeqyteti venezuelan gjatë ditës së njëjtë për të bërë presion regjimit të presidentit Nicolas Maduro. Në atë që shumë mundësi mund të konsiderohet si demonstrata më e madhe ndaj regjimit socialist, më shumë se një dekade, protestuesit përmbytën Karankasin me të ardhur nga xhungla e Amazonës e deri në Andet perëndimore. Koalicioni opozitar Unitet Demokrat përllogaritet të paktën se 1 milion njerëz morën pjesë në miting për të kërkuar mbajtjen e një referendumi kundër Maduros, si dhe për të kritikuar krizën e thellë ekonomike që ka kapluar vendin. Do ta rrezoj Maduron, tha Natali Gitzer, një 56 vjeçare e cila kallëton më shumë se 120 kilometra nga Markai drejt Karankasit në një rrugëtim që zgjati më shumë se 3 fishi i kohës normale për shkak të bllokadave rrugore të imponuar nga ushtarët. Do të mposhtin urin, krimin, inflacionin dhe korrupsionin. Ata kanë bërë asgjë në 17 vite, ku atyre ka marrë fund tha ajo e rrethuar nga mira njerëz që mbanin në duar parrylla dhe flamuj kombëtar në një prej pikave të grumbullimit demonstruesve. Opozita shpreson që protestat të vijojnë dhe me njerëz se ata duan shumicën me vendin për të ushtruar presion te Maduros dhe bordit kombëtar zgjedhor për të lejuar një referendum mbi regjimin e tij dhe ashtu siç e lejon kushtetuta në mesin e mandatit presidencial. Por duke qenë se bordi zgjedhor zvarriti procesin dhe qeveria është e betuar se referendumi nuk do të ndodhë këtë vit, opozita nuk ka asnjë mënyrë për të detyruar mbajtjen e tij, pavarësisht se personat mblidhen në rrugë për të protestuar. Shohim dhe informacionet që vinë nga rendi, 13.930 rënjë kanabis, është sasia radhës e shkatruar nga policia në Memalia e Përmet. Policia lokale në Gjirokastër njofton gati çdo ditë për sekuestrim të lëndëve narkotike në Memalia e Tepelen Përmet e Gjirokastër. Aksioni më i fundit flet për zgjesimin e 13.930 bimë narkotike, e konkretisht nga kontrolli i ushtruar nga shërbimet e policisë për goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike në vendin e quajtur Porroi i Valdonit dhe Gryka e Dokjes në Kalivaç. Memalia ju konstatuan dhe u zgjesuan 33 parcela me 11.500 bimë të dëshura kanabis sativa. Gjithashtu nga kontrolli i ushtruar nga shërbimet e stacionit policor Kulcyr në vendin e quajtur Gropat e Jopçarit u konstatuan dhe u zgjesuan 2.430 bimë të dëshuara kanabis sativa. Bimët e zgjesuan në vend me anë të djegës, disa prej tyre u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Sipas policisë, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Flasim për sport, kombëtarja shqiptare është duke u përgatitur për ndeshjen e parë të botrorit Rusi 2018. I kënaqur me lojën e kombëtare shqiptare përballë një prej skuadrave më të mira të kontinentit afrikan, Marokun, tekniku kuqezi Xhani Debiazi është shprehur i mrekulluar
kur ka parë pjanerit të kombëtares në stadiumin Lora Boriçi, kur mbrita mendova se kisha ngatruar qytet apo në fakt pash një stadium shumë të bukur dhe mjaft mikpritës në çdo gjë fantastike. Le shpresojmë që të jetë një stadium që do të sjellë mbarësi dhe kombëtares në ndeshje kualifikuese, tha ai. Ndeshja e SN-s është mjaft delikate për teknikun Kuqezi, i cili ka kërkuar dhe mbështetje maksimale tifozën përballje me Maqedoninë. Kundër Maqedonisë, urojnë të luajmë mbi të gjitha në kokë, të kemi një përgatitje të mirë atletike dhe një mbështetje të fortë nga tifozët pasi ndeshja ndaj Maqedonisë është mjaft e vështirë nga ajo që kemi luajtur sonte. Duke u ndalur te largimet e lojtarëve kosovar dhe Biazi, evidentoi faktin se i vetmi larguar nga Shqipëria është ish kapiteni Lorik Cana për shkak të rreqës ka futbolli, ndërsa lojtarët e tjerë që larguar nuk kanë qenë në planet e tij. Eksodi kosovarëve nuk pash asnjë eksod sinqerisht, sepse në 23 lojtarë që kishim në Francë, kemi humbur vetëm Lorik Canën pasi la futbollin. Edhe pse është errë për të folur për një kualifikim të mundshëm botror Rusi 2018 dhe Biazi ka garantuar se ekipi do të jap në fushë 120% për të realizuar këtë ëndër të shqiptarëve. Unë ashtu sikur kam bërë kompeticion evropian nuk do doja të prononcohesha për kualifikimin, para se çfarë do të garantoja se skuadra nuk do të jap 100%, por 120% për të kualifikuar. Nuk është e lehtë, e dinë të gjithë sepse Spanja dhe Italia kanë diçka më shumë se ne. Izraeli është pothuajse në të njëjtin nivel, pastaj duhet fituar ndeshjet e tjera që nuk është e lehtë. Në 5 shtator Kuqezinë dhe Biazi do të ndeshen përballë Maqedonisë së Lora Boriçi në ndeshjen e parë kualifikuese për botrorin Rusi 2018. Ndërkohë kapiteni i Shqipërisë Ansi Agolli u fusi zvendësues në miqësoren kundër Marokut për të kursyer energji para ndeshjes ndaj Maqedonisë. Ai cilësoi një paraqitje pozitive atë në Shkodër, por kërkon maksimumin në duelin e parë kualifikues botror 2018. Ndaj Marokut them se ishte një ndeshje e vështirë, ajo që mungoi ishte vetëm goli. Mendoj se luajtë mirë dhe pse mund të bënim diçka më shumë. Megjithatë edhe me barazim nuk është keq që u shpreh mbrojtësi krau të majt. Ndërkohë për duelin e radhës që ka një rëndësi akoma të madhe ai shtoi në ndeshjen e Maqedonisë. E dim se është një sfidë akoma e vështirë, por shpresojmë që të marrë një fitore. Ne do të bëjmë maksimumin që të paraqitemi denjësisht sa i përket kualifikimit botror Rusi, por ne them se mund të jetë një shmenduri që të thuar si objektiv të realizueshëm, por futbolli ka të gjitha rezultatet dhe asnjëherë nuk duhet përjashtuar asgjë. Do të luajmë deri në fund me besim dhe motivim të madh. Është momenti të ndjekim grafikën e parashikimit të motit se çfarë parashikojnë sinoptikanët për 24 orët në vim. Channel7Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Channel7Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit përfundojmë këtu edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ty lënë shoqërinë e programin e vim bashkë në pafshë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.